Allahu subhanahu wa taala në surën Bekare, në ajetin në të cilin flet për urdhrin e Ramazanit, ku thot ja ejuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Allah subhanahu wa taala, o ju besimtar, ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç ishte bërë obligim edhe popujve para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, kur ta dëgjosh Allahun subhanahu wa taala duke thënë o ju besimtar, do të thonë kur drejtohet Allahu subhanahu wa taala me ja ejuhalladhina amanu, o ju besimtar, thot dëgjoje mirë, sepse ose është urdhër me të cilin të urdhron Allahu subhanahu wa taala, urdhër me rëndësi me të cilin të urdhron, ose është ndalesë prej të cilës të ndalon Allahu subhanahu wa taala. Në këtë rast është urdhër, edhe ai urdhër është për agjerimin e Ramazanit. Kutiba alaykumus siyam, ju është bërë obligim juve agjerimi. Kema kutiba alal ladhina min qablikum, një ashtu sikur se ishte obligim edhe i popujve që ishin para jush, do të thonë popujve të mëhershëm. Nga kjo mësojmë se agjerimi është obligim i cili ka qenë tek të gjithë popujt e Allahut subhanahu wa taala, të cilët i ka krijuar dhe i ka dërguar në tokë. Gjithë pejgamberët dhe gjithë popujt e kanë pas obligim agjerimin. La'allakum tattaqun, dhe në fund e tregon urtësinë apo qëllimin prej krejt kësaj e që është la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju o besimtar të bëheni të devotshëm, që juve t'ju shtohet devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është tema jonë e sotit, do me thonë tefsir i kësaj pjeset këtij ajetit la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Dhe devotshmëria është qëllimi për të cilin punojnë punëtorët. Devotshmëria është ajo të cilën e synojnë besimtarët. Dhe devotshmëria është ajo e cila i dërgon besimtarët në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar i urdhëron robërit që të jenë të devotshëm ndaj tij duke thënë ja ejuhalladhina amanu taqullah, o ju besimtar, keni frikë Allahut subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dhe le ta shikoj njeriu se çka ka përgatitur për vetveten e tij për nesër. Është për qëllim dita e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala për ditën e gjykimit shprehet sikur diçka që do të vijë nesër. Pra aq afër që është sikur të ishte nesër. Wattaqullah, dhe keni frikë Allahun, inna Allaha khabirun bima ta'malun, sepse Allahu është që e din hollësisht atë të cilën ju e veproni. Thot Sheikh Abdulaziz Alu Sheikh, thot wa hadhi laje aslun fi muhasabati nafs. Ky ajet është bazë, argument bazor për kontrollimin e vetvetes, për murakabe, për mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Fa innal mu'min yuhasib nafsuhu, sepse prej zakonit besimtarit është sa e llogarit vetveten e tij. E merr në llogari vetveten e tij, nuk e lën jetën e tij që t'i shkojë kështu, do me thonë, pa përgjegjësi dhe haos, po e merr në llogari vazhdimisht vetveten e tij. Siç ka thënë Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, llogariteni vetveten para se t'ju llogarisin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sepse kështu do ta keni më të lehtë llogarin nesër para Allahut subhanahu wa taala. Dhe devotshmëria, pra kjo dobi e madhe prej këtij muaji të bereqetshëm, devotshmëria ka dobi të mëdha për besimtarin, do me thonë ka athar, dobi të mëdha për besimtarin e Allahut subhanahu wa taala. Sepse, si që thonë dietarët, do me thonë në definimin e devotshmërisë, hakikatuha an taj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya. Do me thonë, realiteti i devotshmërisë është që të vendosësh mes teje dhe mes dënimit të Allahut subhanahu wa taala një mburoj, një pengesë, e cila pra
të pengon që ta arish dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo pengesë janë veprat e mira. Dhe mundësi më të mirë për t'i shtuar veprat e mira, se sa muaj Ramazanit nuk ka. Dobit e devotshmërisë janë të shumta, të cilat i përmend domethënë Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Madje ajo është porosia përmbledhëse e Allahut për të gjithë njerëzit, për të gjithë popujt dhe për të gjitha kohrat. Nëse do të donim që ta përmbledhim porosinë e Allahut subhanahu wa taala për gjithë njerëzit dhe për gjithë kohrat, në një fjalë ajo do të ishte devotshmëria. Thot Allahu subhanahu wa taala: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Thot Allahu subhanahu wa taala, i kemi porositur ata që ishin para jush, po edhe juve që t'i keni frikë Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është, pra devotshmëria është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Në hadithin e Irbad ibn Sarjes radhiyallahu anhu qëndron se ai ka thënë: wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na këshilloi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, mau'idhatan wajilat minha al-qulub, me një këshill nga e cila na urrënqethën zemrat tona. Wa dharafat minha ad-dumu, dhe prej së cilës na lotuan syt ton. Kulna ja Rasulullah ka annaha mau'idhatu muwaddin, tham oj dërguari Allahut, sikur kjo të ishte këshill e atij i cili ndahet, pra sikur e hetuan prej emocioneve të kësaj këshille, se pejgamberi alayhis salam e ka afër vdekjen. Andaj than ja Rasulullah, na porosit me një porosi përmbledhëse, sikurse ti je duke na përshëndetur me këto fjalë. Andaj na porosit me një porosi përmbledhëse. Në këtë rast pejgamberi alayhis salam çka tha: usikum bi taqwallah, ju porosis me devotshmëri. Fjala e parë. Was-sam'i wat-ta'a, pastaj tha dhe të jeni të dëgjueshëm dhe të respektueshëm për udhëheqësit tuaj, për ata të cilët Allah subhanahu wa taala ua ka dhënë në përgjithësi udhëheqjen tuaj. Kuptohet që janë musliman dhe në udhëheqësi islame. Mirë po duhet që të respektohen prej emirllokut më të vogël deri tek emirlloku më i lartë që është në shtetin islam. Ai i cili është zgjedhur si përgjegjës, qoftë i një organizate islame, i një pune halal, apo çka do qoftë, duhet respektohet. Duhet pra hierarkia të respektohet në islam. Në islam nuk ka haos, duhet dihet cili udhëheq dhe kush e respekton. Madje pejgamberi alayhis salam ka thonë, nëse bëheni 3 veta, do të thonë në udhtim, duhet ta zgjedhni një emir prej jush, një udhëheqës i cili do ta udhëheq çështjen e udhtimit. E jo të shkojë çështja, do të thonë në mënyrë haotike. Pastaj pejgamberi alayhis salam tha: fa alejkum bi sunneti, pastaj tha kapuni për sunetin tim, wa sunneti l'khulefai rashidin al-mahdiin min ba'di, dhe kapuni për sunetin e 4 khalifeve të drejt dhe të udhëzuar, të cilët do të vinë pas meje. E që është për qëllim pra el-khulefai rashidun, apo 4 khalifet e drejt, të cilët i din gjithë muslimanët: Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri, Othmani dhe Aliu radiallahu anhum e gjma'in. Allahu qoftë i kënaqur me gjithata. Kjo është pra urdhri. Wa addu alejha bin nawajidh, kapuni për këto, po thot pejgamberi alayhis salam, me dhëmball. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, dhe keni kujdes prej gjërave të shpikura në fe. Pra urdhri dhe ndalesa. Urdhri që të kapemi për sunetin e pejgamberit alayhis salam, që ta trasojmë rrugën e tij, dhe ndalesa që të largohemi prej gjërave të shpikura në fe, prej bidateve dhe prej gjitha gjërave që nuk kanë bazë në fenë e Allahut subhanahu wa taala.
Sepse po thot pejgamberi alayhis salam kulle muhdathatin bid'a, sepse çdo gjë e shpikur në fe është bidat. Pra është bidat e cila refuzohet tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu kur sahabët kërkonin për pejgamberit alayhis salam ndonjë këshill, shokët e pejgamberit alayhis salam gjatë udhëtimeve që i bënin ose në përgjithësi kur kërkonin këshilla, pejgamberi alayhis salam gjëja e parë me cilën i këshillonte ishte devotshmëria. Ishte devotshmëria. Dhe kjo është këshilla e gjithë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, do me thonë prej tek i pari e deri tek i fundit, sepse xheneti i Allahut subhanahu wa taala me gjersinë e tij është i përgatitur për të devotshmit. Xheneti është i përgatitur për të devotshmit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", dhe shpejtoni për të arritur mëshirën dhe faljen e Zotit tuaj. Wa janna, dhe një xhennet arduha as-samawati wal ard, e cila do me thonë parajsa xheneti i Allahut subhanahu wa taala është aq sa janë qiejt dhe toka. Uiddat lil muttaqin, dhe i cili xhennet është përgatitur për të devotshmit. Do me thonë, ata që do të hyjnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala janë njerëzit e devotshëm. Dhe nga ana tjetër, për të mbrojtur prej xhehenemit, prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala, duhet pra devotshmëria. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su", dhe Allah do t'i shpëtoj ata që ishin të devotshëm dhe nuk do t'i godas e keqja e xhehenemit. Devotshmëria është petku më i mirë, tesha më e mirë të cilën mund ta vesh njeriu. Thot Allah subhanahu wa taala: "Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan", o bijtë e Ademit, ne kemi zbritur për juve tesha, juari sauatikum warisha, të cilat janë në dobin tuaj, e mbulojnë auretin tuaj dhe ju mbrojnë juve. Wa libasu taqwa dhalika khair. Mirë po, veshja e devotshmërisë është veshja më e mirë. Veshja e devotshmërisë është veshja më e mirë. Dhe devotshmëria është përgatitja dhe nozulli më i mirë që e merr besimtari për udhtimin për tek Allahu subhanahu wa taala dhe për tek ahireti. Allahu i lartësuar në lidhje me haxhin, kur i përmend ajetet e haxhit, thot: "Wa tazawwadu", dhe ju përgatituni për në haxh. Pra, mos shkoni pa përgatitur. Fa inna khayra zadi taqwa, mirë po dijeni se përgatitja më e mirë është devotshmëria. Përgatitja më e mirë për juve, pra në udhtimin e haxhit dhe në udhtimin jetësor për tek ahireti, është devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Njeriu më i ndershëm dhe më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala është njeriu i devotshëm. Thot Allahu i lartësuar: "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha", o ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre. "Wa ja'alnakum shu'uban wa qabail", dhe ju bëm popuj dhe fise. Pra, ju bëm që të shtoheni në popuj dhe fise, li të arafu, që ta njihni njëri tjetrin. Jo të jeni racist ndaj njëri tjetrit, po ta njihni njëri tjetrin. Mirë po, inna akramakum inda Allahi atqakum. Mirë po, dijeni se tek Allahu më i ndershëm dhe më i veçuar, më i dalluar do të jetë ai i cili është më i devotshëm. Pra, përsëri devotshmëria është mbi të gjitha. Dhe devotshmëria bëhet shkak i faljeve të mëkateve nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe bëhet shkak që të vdesë besimtari si musliman i vërtet. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju besimtar, keni frikë Allahut me një frikë të vërtet. Dhe mos vdisni ndryshe pos vetëm se duke qenë besimtar. Dhe kjo ndërlidhje ndërmjet devotshmërisë dhe vdekjes tregon se
për të vdekur si besimtar, duke qenë besimtar në gjendje të besimit, duhet që besimtari të ketë devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Përndryshe nuk mund të vdes si besimtar, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë se njeriu do të vdes ashtu sikurse ka jetuar. Nëse nuk ka jetuar si besimtar, nuk mund të vdes si besimtar. Cilat janë frytet e devotshmërisë? Në më thonë, çka arrin robi i devotshëm? Deri tash i përmendëm vlerën, do më thonë dobit, apo vlerën me të cilën e vlerëson Allah subhanahu wa taala devotshmëri. Mirë po, nëse besimtari bëhet i devotshëm, atëherë cilat fryte i arrin? Do më thonë, çka përfiton prej saj përveç këtyre që i përmendëm? Përfiton se do të arrijë dituri të dobishme. Do të arrijë dituri të dobishme. Dhe dituria e dobishme nuk është me sasi, po është me cilësi, kualitet. Më thonë, sa prej asaj vendohet në praktik. Nëse një njeri din më pak mirë, po gjitha i praktikon, tek Allahu është më i dashur se sa i cili din shumë mirë, po shumë prej asaj nuk e praktikon. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wattaqullah wa yuallimukumullah." Keni frikë Allahun dhe Allahu do t'ju mësoj. Keni frikë Allahun dhe Allahu do t'ju mësoj. Do me thonë, për të arritur diturinë e dobishme, është kusht që të ketë njeriu frikë Allahut subhanahu wa taala. Dhe aq sa i ka njeriu frikë Allahut subhanahu wa taala, aq edhe do të arrijë prej diturisë së dobishme. Pastaj, prej fryteve të devotshmërisë është se Allahu subhanahu wa taala, për ta pranuar një vepër, duhet që njeriu të jetë i devotshëm. Në atë vepër në veçanti dhe në përgjithësi, do më thonë, duhet të ketë devotshmëri. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Me të vërtet Allahu pranon vetëm prej të devotshme. Me të vërtet Allahu pranon vetëm prej të devotshme. Thon dietarët, për ta pranuar një vepër Allahu subhanahu wa taala, duhet që njeriu të jetë i devotshëm në atë vepër. Duhet që njeriu të jetë i devotshëm në atë vepër. Si është njeriu i devotshëm në një vepër? Njeriu është i devotshëm nëse i plotson kushtet e pranimit të asaj veprës. Do me thonë, ta bëjë me sinqeritet atë vepër dhe të jetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej dobive apo fruteve të devotshmërisë është se Allah subhanahu wa taala atij që është i devotshëm ja lehtëson veprat. Allah subhanahu wa taala atij që është i devotshëm ja lehtëson gjendjen dhe ja lehtëson veprat. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dhe ai i cili ka frikë Allahut subhanahu wa taala, Allahu i jep makhraj, zgjidhje prej çdo brenge dhe çdo problemi të cilin e ka. Po ashtu, prej dobive dhe fryteve të devotshmërisë është se Allahu subhanahu wa taala i mjafton robit të tij të devotshëm prej kurtheve të armiqve. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a." Nëse ju jeni të durueshëm dhe të devotshëm, nuk do t'ju bëj dëm asgjë kurthi i tyre. Dhe prej shkaqeve se pse umetin sot, pra në përgjithësi, e dëmton kurthi i armiqve, është për shkak se i mungon ky kusht, pra ose durimi ose devotshmëria. Sepse nuk ka mundësi që në umet, do me thonë, të përmbushen këto dy kushte, e që Allah subhanahu wa taala mos ti zbraps
sulmet dhe kurthet e armiqve të tyre. Andaj edhe ndihma Allah subhanahu wa taala arrin atëherë kur ummeti e arrin devotshmërinë. Dhe po ashtu bereqeti dhe mirësia Allah subhanahu wa taala dhe qetësia e tij zbret mbi besimtarët atëherë kur ata e arrin devotshmërinë dhe bëhen të devotshëm. Thot Allah subhanahu wa taala: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-sama." Thot Allah subhanahu wa taala, sikur banorët e vendeve, e qyteteve të besonin dhe të ishin të devotshëm, do t'ju zbritnin bereqetet prej qielli wal ard dhe prej toke, walakin kadhabu, mirë po ata përgënjeshtruan, mohuan, u bën jo besimtar, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, andaj edhe i dënuam për shkak të asaj të cilën ata e vepruan.